Mirë, jemi rikthyer në studio tani për të folur për të rinj që sjellin ndryshimin kudo. Në këtë rast edhe në tregun e punës. Gjithnjë e më shumë të rinj po refuzojnë modelin 9-5. Pse ndodh kjo? Ne do t'i sqarojmë të gjitha me eksperten e punësimit dhe mikeshën e mirë të Start Alma Sulçe. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Viola, mirë se të gjeta. Do të ta nisnim më një herë duke renditur ndoshta disa prej arsyeve pse të rinjt gjithnjë e më shumë, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë, aq më tepër fenomen global është nëse do ta analizonim, por refuzojnë që të punojnë 9-5, këtë punën tradicionale që ne e njohim të gjithë. Të rinjt është e lidhur gjithçka dhe me funksionimin global dhe me strukturën e të punuarit, por është patjetër dhe çështje mentaliteti. Domethënë të rinjt patjetër që kanë një mentalitet, mendoj që kanë inteligjencë sociale më të lartë se sa brezat më parshëm, duke u përshtatur dhe epokës të cilën ne po jetojmë. Struktura klasike e orarit 9-5 apo dhe 8-4 që kemi ne kryesisht në Shqipëri, nisi si në Shqipëri, por në gjithë botën që me pandemin aty ishte bumi, ku ishte domosdoshme që të punohej remotely dhe nga shtëpia, dhe kjo edhe me kalimin e periudhës së pandemisë u pa që kishte eficiencë, produktivitet, jo në të gjithë industritë, në disa industri dhe vazhdoj që të implementohet edhe sot edhe kësaj dite. Po sot në një lloj forme të rinjt me këtë natyrën e tyre kundërshtuese, disa breze të tjerë, kryesisht ata që janë në krye të një kompanie, i etiketojnë edhe si dembel. Jo, sa që ndron kjo? Nuk e mendoj absolutisht jo që të rinjt janë më dembel. Unë mendoj që të rinjt, e thash edhe më parë, kanë inteligjencë më të lartë sociale, ato janë, diferenca është kjo, ato janë më shumë të prirur, do me thënë vendosin, sepse janë bërë studime për këtë, që në plan të parë vën këtë balancën jetë, punë, dhe pastaj vjen fitimi të ardhurave. Të rinjt sot din të pyesin pse, si, ku, çfarë më ndihmon, pra janë shumë të prirur për mirëqenien e tyre personale. Kjo është pjesa më e rëndësishme patjetër. Pra, unë mendoj që është më shumë ndryshim mentaliteti dhe është inteligjencë sociale. Ndikon teknologjia, mundësia për të informuar më shumë, për të kuptuar më shumë. Pastaj këtu ndahen edhe me disa kategori, do me thënë, ka këto që vinë më profesionist, më ambicioz, e preferojnë shumë të punuarit me orare më të shkurtuara, sepse kuptojnë që eficiencë kanë, produktivitet kanë, por mund të kenë më shumë kohë për jetën e tyre personale, për mirëqenien e tyre personale, mund të evitojnë disa kosto, mund të fitojnë më shumë kohë, dhe këto janë elementë shumë të dukshëm që Alin detyrimisht orari i gjatë i punës, orari i plot i punës me një produktivitet më të lartë. Kjo është pyetja që shtrohet shpesh dhe kësaj duam t'i japim një përgjigje, sepse kemi sot disa vende të cilat kanë ndërmarrë iniciativën për të shkurtuar javën e punës në 4 ditë, për t'i dhënë më shumë kohë të lirë punonjësve të tyre. Pra, pse këto vende janë treguar kaq të hapur ndaj një modeli të ri dhe vende të tjera ende vazhdojnë të jenë shumë konservator dhe praktikojnë ende mënyrën tradicionale? Duhet theksuar që oraret e shkurtuara të punës nuk mund të implementohen në çdo lloj sektori apo industrie. Sektorët për shumë IT, shërbimet profesionale, sistemi bankar, mund ta implementojnë. Nëse orarin e shkurtuar të punuarit në disa forma, sepse kur flasim për orar të shkurtuar, nuk flasim për orarin klasik, strukturën klasike, pra 9-5, po flasim, ose 8-4, por flasim për disa mënyra që janë kryesisht të punuarit remote, kemi të punuarit hibrid, që për mendimin tim të punuarit hibrid është forma më eficiente, më produktive dhe ardhmja, dhe është edhe të punuarit freelancer. Edhe kjo duket goxha fitimpërse për disa profesione të caktuara. Në disa sektor të tjerë pastaj kjo është domosdoshmërisht që punojësi duhet jetë prezent. Do të thënë punët që kërkojnë prezencë fizike nuk bëhet, nuk implementohet.
Pra, mendoj që edhe në Shqipëri, por edhe në të gjithë botën, disa punëdhënës janë të detyruar të ruajnë orarin klasik, shumica në sektor të cilët e kanë, po e përqasin këtë dhe ka rezultuar shumë produktive. E vërtet, madje ka statistika që e kanë testuar, rezultatet e para kanë qenë pozitive, unë po marrë këtu rastin e Britanisë, Britania e bëri një test dhe në ato kompani që u treguan shumë të hapura për të bashkëpunuar, rezultatet e produktivitetit të punonjësve dhe rrjedhimisht të ardhurave të kompanive ishin shumë pozitive dhe flisnin për një nismë e cila mund funksionoj fare mirë për disa vende pune, sikurse edhe ti e theksove më sipër. Por ajo çfarë lind natyrshëm si pyetje në këtë pikë është mos ndoshta të rinj, duke parë benefitet që marrin nga një punë me një orar më të reduktuar, nga një punë freelance apo nga një punë hibride ose edhe remote qoftë në fund për të shmangur nga zyra, do të orientojnë tregun duke zgjedhur që të bëhen profesionist vetëm në këto fusha, duke lënë pas dore profesione të cilat kanë nevojë për ty si punonjës që t'jesh aty në një orar të plot. Mund të ndodh, nuk jam shumë e bindur për këtë, por mund të ndodh. Unë mendoj që gjithçka varet është një sistem, pra që të atraktosh punojësit, qoftë për të punuar remotely, për të punuar hibrid, apo me orarin klasik, gjithmonë punëdhënësit duhet kenë sistem shumë atraktiv për t'i atraktuar, për të punësuar edhe për të parë benefite. Fakti që po e konkurojnë shumë, do me thënë punët me këto orare të reduktuara, thjesht duhet i bëjmë më të vëmendshëm punëdhënësit që të kenë sistem shumë atraktiv dhe motivimi që t'i mbajnë dhe t'i tërheqin për të punuar me të ardhur apo me benefite më shumë. Por nuk mund ta mohojmë faktin që të punuarit me orar të shkurtuar, të punuarit remote, po për mendimin tim më produktiv është hibrid, sepse hibrid punon edhe në kushte, edhe në dy vende të themi pune, në dy qendra, punon dhe te kompania, punon dhe në shtëpi. Dhe nuk e humbet dhe kontaktin me stafin, me prorët. Pra, puna hibrid ka produktivitet më të lartë, punojësit ruajnë energjinë e tyre, i kushtojnë shumë rëndësi jetës dhe mirëqenies sociale, por puna hibrid ka këtë, pra që nuk të stopon zhvillimin personal. E vërtet. Sepse puna hibrid, nëse ti punon remote dhe punon vetëm, do të thonë nga shtëpia, ndikon pak. Me shumë gjasa gjatë orarit punës të përfundosh duke larë një menaxher i mirë i kohës, do të jesh shumë i përgjegjshëm pra për të menaxhuar shumë mirë kohën, do të jesh shumë i aftë që të punosh shumë mirë i pavarur, pa një supervisor, të punosh i pavarur dhe të stopon, do me thënë sepse gjithmonë punët interaktive, ku ti ke koleg apo ke pror, këto situata të zhvillojnë më shumë, kurse kur ti punon vetëm remote, të stopohet kjo. Që unë shikoj shumë me interes të punuarit hibrid. Pra, konkretisht, çfarë do një 20 vjeçar në hapat e tij të parë teksa po përfshihet në tregun aktiv të punës nga punëdhënësi i tij? Këtu mund t'jap kështu drejt për drejt gjithë këto që unë përjetoj në punën time të përditshme. Kam një aset shumë të vyer eksperiencën shumë vjeçare dhe kjo më jep mundësinë që unë t'i dalloj shumë mirë këtë diferencat mes të rinjve dhe si ishte mentaliteti i punojësve më parë. Tashmë jam përgatitur që kur një ri intervistohet dhe do të zgjedh në punë, ai vë në plan të parë, domethënë po vazhdoj ta theksoj mirëqenien e tij sociale, benefitet që përfiton dhe më duken pak më të vëmendshëm ose nuk e gjykojnë shumë drejt pak të çfarë ofrojnë, flas në ekspertizën e tyre, në njohuritë e tyre, me atë çfarë kërkojnë. Domethënë kërkojnë shumë më shpejt të kenë të ardhurat të larta, të kenë benefite, por nuk janë shumë të orientuar me atë çfarë kërkon tregu dhe sa ofrojnë ata. Pra, ti ofron diçka në këmbim. Pra, këtu nuk ka një balans. Nuk ka një balans. Të rinjt janë më shumë kërkues nga çfarë ofrojnë. Patjetër, e kanë shumë të theksuar. Dhe fillojmë me një herë, nëse ne po diskutojmë për një proces rekrutimi për një kompani, çfarë ofron një kompani, pyetjet tipike janë sa larg është,
Çfarë orari? Këto besoj bën nga telefoni, me njëherë. Pa pritur për një intervistë, kjo është si e ka strukturën çdo kompani. Ne nuk e kemi nga telefoni. Pra ende vijojnë të jenë të gatshëm të vinë dhe takojnë fizikisht rekrutuesin. Po, patjetër. Këtë nuk e kemi humbur, së paku. Ndoshta është procesi, unë kryesisht në të përditshmën time rekrutoj për pozicionet menaxheriale deri në ato drejtuese. Dhe do ta them pa modesti, ndoshta ka të bëjë me imazhin apo me brandin që ka një kompani rekrutimi, sepse unë ndjej gjithmonë janë vetë kandidatët që duan të më takojnë. Domethënë e shikojnë ato si benefit këtë gjë. Janë më me eksperiencë dhe këto e kuptojnë benefiti që të vjen kur ti takohesh, të themi, një rekrutues, edhe e bën bisedën më të hapur, më të drejt për drejt, nuk i bien shkurt. Pra sa më me eksperiencë janë, këto që janë senior janë më të hapur për të biseduar, për të kuptuar dhe për të negociuar. Të rinjt janë kështu drejt për drejt, nga një rani vlerësoj domethënë, sepse e kanë shumë të qartë çfarë duan. Kjo unë e vlerësoj gjithmonë te kandidatët kur e di çfarë do. Domethënë kategoria që mua të paktën më lodh ose nuk dua të kem përballë është kategoria që nuk din çfarë duan. Domethënë bëjnë shumë pyetje, kanë kërkesa apo dhe s'kan kërkesa, gjatë procesit hezitojnë, domethënë të vijojnë apo mos të vijojnë. Por të rinjt i vlerësoj pra pikërisht për këtë se e din çfarë duan. Edhe pse shumë herë subjektive ajo për çfarë ofrojnë. Pyetjet që bëhen më shpesh i tham, sa larg është? Sa larg është, fillojmë menjëherë tek paga, orari javor. Për shumë më parë, deri para 5 viteve të themi, ishte më i vogël, konsiderueshëm më i vogël numri i kandidatëve që pyesin a është shtuna pushim, kurse tashmë pothuajse e them pa frikë 90% të tyre nuk pranojnë punë, se ka të bëjë ndoshta me kategorinë e pozicioneve për cilën selektoj, si janë pozicione menaxheriale dhe kanë arrit një lloj standard, janë profesionistë dhe ato kërkojnë standard në punë dhe thonë jo e shtuna, se janë disa industri ose disa pozicione që mund ta kërkojnë dhe të shtunën. Mjafton që punëdhënësi të paguajë sipas kodit të punës. Jo thotë largësia e shtuna, paga, benefitet. Mua më vjen ta them dhe këtë, më vjen pak, domethënë ajo që mendoj që të rinjt duhet të përmirësojnë, që është në të mirën e tyre, është që të bëjnë më shumë pyetje për të pyetur dhe për ambientin që i zhvillon ata. Se nuk e bëjnë shumë këto të rinjt. Këto e bëjnë punojësit, e bëjnë këto që janë me eksperiencë. Që do të thotë konkretisht, çfarë duhet bëj një i ri për të kuptuar më shumë lidhur me ambientin që i zhvillon ata? Dhe ne dim që një prej arsyeve kryesore pse dikush largohet nga puna është sepse nuk po ndjen më mundësi për të rritur, për të shkuar në një shkallë më të lartë të karrierës së tij. Për të promovuar, po. Pra pyetje tipike është për të kuptuar njëherë të themi standardin e kompanisë. E kemi thënë më parë menaxhimin e burimeve njerëzore. A është një kompani me biznes të qëndrueshëm? A është një kompani me standard që të zhvillon pra në proceset e punës ku ti punon? Është ndryshe të punosh në një kompani e cila është shumë e standardizuar, ku procedurat ose procesi i punës është i përcaktuar qartë, ku detyrat janë të përcaktuara qartë, ku sistemi i promovimit, pra këto pyetje duhet bëjnë, të kuptojnë ku sistemi i tyre i promovimit është i paracaktuar dhe që kur fillon ai ka të qartë që çfarë duhet të bëj, çfarë rezultatesh duhet të ketë dhe ku e çon, domethënë kur mund të rritet, promovohet në pozicion dhe në pagë. Duhet bëjnë diferenca tek punëdhënësit. Nuk duhet binë në grackën pra të orientuar kryesisht tek të ardhurat, sepse mund të ketë për shumë biznese që nuk janë në standard, pra mund të ketë shumë rrisje kur punësohesh tek ai punëdhënës dhe ai mund të të ofrojë një pagë më të lartë, por ti kur shkon aty kupton që ti ke shumë rrisje, që ti nuk mëson asgjë për nuk ke zhvillim personal. Kultura e tyre punës është shumë e rëndësishme, ambienti bashkëpunues, niveli profesional. Pra, unë nëse do isha e re në fillimet e karrierës time, do zgjidhja në plan të parë, kjo ka të bëjë me ambicien personale dhe çfarë synon në jetë, në karrierë, unë do zgjidhja një ambient zhvillues dhe profesional. Ma do mendja që çdo i ri këtë synon sepse nuk do donte askush. Jo, në përgjithësi unë flasim për të përgjithshmen. Në përgjithësi shikoj të rinj që janë pra pak e analizojnë. Ndoshta edhe s'kanë mundësi me gjithë njohuritë që kanë, edhe me eksperiencën që kanë, që të analizojnë siç duhet një punëdhënës të ri. Por janë pak më sipërfaqësor, pra i din ato, domethënë duhet kenë pak të lartë orari, domethënë disa kushte kështu të dukshme orari, por nuk din ta analizojnë punëdhënësin, kulturën e tij të punës.
Nga ana tjetër, çfarë kërkon punëdhënësi nga personi që do të marrë në vendin e punës për cilin ka një pozicion vakant? Gjithmonë më shumë punëdhënësit po vuajnë për kandidat të cilët të jenë të qëndrueshëm, pra të zgjidhin me kujdes vendin e punës dhe të kuptojnë që edhe një punëdhënës do kohë që ti të përshtatesh në ambientin e ti të punës dhe të promovoj. Pra edhe një punëdhënës ka nevojë që të bindet për aftësitë personale apo për njohuritë që ke, për aftësitë që ke në marrëdhënie ndërpersonale, që qëndrosh aty dhe të promovoj. Janë më të nxituar, domethënë, dhe po vuajnë punëdhënësit që të rinj të shkojnë në një punë dhe të jenë të qëndrueshëm, të jenë të gatshëm, dhe edhe ata të ndërmarrin disa risje siç merr një punëdhënës, sepse një punëdhënës merr një punonjës, negociojnë, i ofron disa të ardhura, një skem për benefitet, referuar asaj çfarë ka vlerësuar nga një intervistë. Por mund të ndodhë, sepse vetëm gjatë periudhës së punës kuptohet realisht çfarë niveli ka punojësi, mund të ndodhë, të themi zhgënjimi, ose nuk është në atë nivel që ishte paramenduar për punojësin. Se zakonisht edhe CV-t janë pak të mbingopura. Po, edhe sot lexojnë edhe i bëjnë. Me arritje. Po, CV-t mund të jenë, unë mendoj që nëse rekrutuesi, ai që interviston është në nivelin e duhur profesional, di të bëj pyetje, me njëherë, do të thënë i zhveshim nga këto fjalët parazite, nga këto zbukurimet, nga këto fjalit standard. Shumë kandidat kur intervistohen të fusin në ca labirinthe, po duhet të dish të dalësh, se fillon dhe thot dhe thekson disa element që ndoshta s'kan lidhje direkt me këtë, po për të treguar, dhe po mos jesh i vëmendshëm, mund të duket që ti ke para një profesionist, po duhet të jesh shumë racional, duhet të dish të bësh pyetje, duhet të dish të rikthehesh për të vërtetuar informacionin. Dhe po të bëhet siç duhet, të themi, procesi i intervistave është më i ulët mundësia që të zhgënjesh gjatë procesit të punës. Kështu që të dyja duhen bërë me shumë kujdes nga të dyja palët. Po, punëdhënësit marrin risje dhe punëdhënësit kur punësojnë një punonjës të ri në kompaninë e tyre, por dhe të rinjt duhet t'i japin sepse mundësinë punëdhënësit që ta njohë dhe t'i ofroj atë çfarë ai synon në një kompani. Mjafton që ai të di të zgjedhë që në fillim ambientin që i përshtatet dhe që zhvillon përsynimet e tij në karrierë. Domethënë kjo është hapi i parë, por duhet t'i jap kohë. Patjetër. Si mendon që do të ishte përgjigjja e një punëdhënësi shqiptar nëse punojësi i tij do t'i kërkonte një orar më të shkurtuar në këmbim të një produktiviteti më të lartë? Nëse është një industri që mund të ofrohet, sepse gjithmonë a mund të ofrohet orari reduktuar, unë mendoj që edhe në Shqipëri ka mjaft punëdhënës që po tregojnë fleksibël edhe për të përshtatur orarin e punës. Mjafton që të themi të përcaktohen disa rezultate dhe nëse punojësi, domethënë premton që unë do t'i arrit të rezultate, por në një kohë më të reduktuar, ka punëdhënës që janë fleksibël. Por gjithmonë e theksoj, duhet të jetë industria ose ambienti ose procesi i punës i cili e lejon. Se nuk mund t'i ofrosh ti një punëdhënësi një orar të reduktuar kur ai duhet të jetë prezent. Është pamundur në disa industri të caktuara. Nëse është headi i departamentit të financës edhe drejtuesi dhe stafi tjetër do punoj full time dhe do punoj nga hëna në të premte apo dhe nga hëna në të shtunë në disa kompani, nuk mund të kërkoj sa do të jetë ekspert, ai nuk është ekspert i jashtëm, ai duhet të jetë në krye të ekipit, të themi, ose të gjithë departamentit dhe nuk mund t'i afroj, pavarësisht ekspertizës që ka. Patjetër, sepse janë disa pozicione të caktuara ku tolerimi është më i vështirë të bëhet, sikundër edhe në rastin që ti e përmende Alma, që është e pamundur që punojësit jenë aty në një punë tetorarshe dhe drejtuesit të mos gjendet gjatë këtij momenti. Ajo pastaj krijon edhe një ambient toksik, kam përshtypjen. Vuajmë ne sot nga ambientet toksike në tregun shqiptar? Vuajmë, patjetër. Domethënë, e kemi patur, domethënë, kjo çështje e ambienteve toksike vjen nga mungesa e profesionalizmit. Mendoj që në vitet e fundit është përmirësuar, sepse sa më shumë njohuri kanë mbi motivimin e punojësve, mbi ambientin dhe kulturën e punës, mbi komunikimin, aq më të orientuar bëjnë që ta ndryshojnë dhe ta përmirësojnë këtë situatë. Por ka shumë kompani, është e vërtet. Domethënë, shumë herë kur diskutoj me kandidatët për mundësitë e punësimit, them, domethënë, përveç se të zgjidhësh kompaninë Viola, ndonjëherë ju uroj fat që dhe e prori i tyre i drejt direkt themi ne,
që e ka supervizor të jetë natyrë pozitive bashkëpunuese, sepse është natyra njerëzore, komunikimi, sa proaktiv është, sa bashkëpunues është. Gjithçka kjo është vlera më e madhe në një kompani për të motivuar. Dhe unë kam kuptuar Alma që të rinjt e kanë shumë të nevojshme, shumë të domosdoshme që të kenë mikpritja që kur fillojnë. Mikpritjen, të kenë njerëz të cilët i drejtojnë, por nuk kanë atë natyrën tipike të shefit, por janë mbi të gjitha lider që drejtojnë grupin dhe e orientojnë drejt disa synimeve të caktuara, mbi të cilat kam bindjen interesi më i madh është i drejtuesit në këtë rast. Patjetër, të jesh lider, një ndër elementet që duhet plotësosh është që të dish të motivosh dhe të jesh të punosh në grup, të jo vetëm të drejtosh, të kesh të kërkosh, edhe në fakt për fatin tonë të keq sepse e kemi pra, e kemi patur në kulturë shumë drejtues të kompanive, apo pronar, apo drejtues departamentesh, kanë këtë mënyrën e të punuarit vetëm të kërkojnë llogari edhe të penalizojnë. Pra, nëse i është dhënë mundësia penalizon për performancën e tjerë. Nuk e kanë këtë modelin që ti duhet ta motivosh dhe penaliteti mund të jetë i fundit që ti mund të përdorësh, ose gjuha agresive është e fundit, nuk duhet në asnjë mënyrë. Po shpesh herë ajo shihet si një mënyrë për të vendosur autoritetin po pra se në kompani. Autoriteti nuk vendoset të themi dhunshëm. Autoriteti fitohet me model pozitiv që të tjerët të ndjekin si model, jo të ndjekin nga frika ose nga penalitetet që ti mund t'i japësh, dhe për fat të keq kjo ekziston. Të rinjt më vjen shumë keq sepse vërtet në realitet unë shikoj shumë herë raste kur fillon punë një i ri, edhe fillon që në ditën e parë të punës, ku e prorët të departamentit, po them, ose kolegët nuk e mirëpresin në ambient. Edhe pse, po t'ishte drejtori i kompanisë, CEO në dijenit kësaj situatë, mendoj që do merrte masa, por për fat jo gjithçka kalon. Nuk e mirëpresin që tek vendi i punës, për shembull, di raste akoma sot në këtë periudhë, di raste që të fillosh punë financiar dhe shefi financës nuk të ofron kompjuterin për disa ditë. Ty nuk të jep një tavolin ku të ulesh, mund t'jetë dhe qëllimshme. Di dhe raste, do me thënë që mund t'jetë se është gati njerëzore kjo xhelozia për mos ta mirëpritur, kanë frikë nga konkurenca ndoshta, dhe nuk i krijon vendin e punës, që kjo është aja, kushtet e punës. Dhe ja bën të vështirë kështu rrjedhimisht që të hyjnë në atë frymën e duhur. I luftojnë, i presin me luftë. Duhet ta ndryshojnë pak këtë mënyrë. Po patjetër që duhet ta ndryshojnë. Kjo është aja, kjo është fillimi. Nga ty nis gjithçka. Një këshill të fundit, Alma, për të rinjt sot me këtë mentalitetin që ne e diskutuam dhe ishte qendër e bisedës sonë. Pra, për të punuar me një orar më të reduktuar, për të pasur një frymë më pozitive dhe lehtësi më të mëdha. Çfarë do t'i këshilloje sot? Varet, kjo është nis një herë me zgjedhjen e profesionit. Do me thënë, nëse ti ke zgjedhur një profesion ku mund të punosh me orare të reduktuara, pse jo? Sepse gjithmonë dihet që kur ti punon me një orar të reduktuar, nuk punon deri në sfilitje, me orare të zgjatura, kur ti je i sfilitur, edhe nuk e më kot merresh me jetën tënde personale, me mirëqendjen tënde personale. Pra, nëse ti zgjedh profesione që mund punosh remote, mund punosh hibrid, apo mund të jesh dhe freelancer, kjo është patjetër për jetën, për balancën e jetë, punë është më e mira e duhur. Është çelësi. Është çelësi. Dhe të punosh me orare të shkurtuar. Pra të japësh kohë vetes edhe për jetën tënde personale, sociale, familjare, kjo do të cilë ditën tjetër të buzëqeshur në punë. Po, patjetër. Dhe ka produktivitet, kështu që pse jo. Kursen edhe të ardhura, ke kosa më t'ulta edhe në këtë punë, kursen energjinë, edhe kohën e fokuson në, siç e themi, domethënë në një jetë sociale më të mirë. Alma, unë falenderoj shumë për këtë diskutim, besoj që kemi zbërthyer disa nga paqartësitë qoftë të punëdhënësve, qoftë të punojësve, apo të punë kërkuesve në këtë rast, edhe le të shohim se si do të vijojë situata. Le të shohim. Këtu jemi. Viola, faleminderit shumë.